Zvërnecit pak a shumë ini ndjeni. Është një problem pak kompleks, por që duhet zgjidhur, besoj. Si është situata? Me ardhjen e demokracisë, Të lutem. neve... Të lutem. Jo, të lutem. Jo, po këtu është çështja. Jo. Po këtu është problemi. Jo. Se unë mora letër, Të lutem. mora Jo, letër, të lutem. E di pse? po, E di pse? Jo se ti s'ket drejt. Jo se ti s'ket drejt. Po mua më Ajo ke është- një sekond. ajo është titull pronësie. Të lutem, të lutem, Dhe të ma lutem. hoqe me pa drejt. Kush ta hoqi? Dikush tjetër. Dikush tjetër pra. Unë kam ardhur këtu, Po faj një ka sekond, shteti edhe që një, nuk e unë kam zbatoi ardhur atë këtu, ligj. një sekond. Unë kam ardhur këtu t'i vë fytyrën gjërave për cilat përgjigjen vetë. Mirë, mua do më bëj. Dhe po të më kishit zgjedhur Nuk më them se përpara, keni fajin. mbase do kishin shkuar gjërat më Nuk u mirë. akuzoj. Më zgjedhët në 2013, Po. unë përgjigjem nga 2013 e këtej, dhe po, me qesh pra, po kështu është. Po atë tjetrën? Po, kështu. Kush ta paguaj? Atë tjetrën, Kush ç'të ta them paguaj? unë? Të Ç'të marrë them? mbesh mua në 2006-ën, e të meqë nga rike të ulish Të kuptoj shumë mirë unë ty, po më thuaj si zgjidhet. Dhe pyetja e dytë. Mirë, këtë Jo, po se e zauruam. Pyetja e dytë. Ai e shiti, unë kam një madhe shita. po, Ai tjetri e bleu. në mirëbesim. Kysh e bleu? Në mirëbesim. Në mirëbesim, Patjetër, le të paguaj. si paguaj. Po unë kur blej një shtëpi, vetë kontrolloj dhe dritat janë paguar apo jo. Ai pse nuk kontrolloj që Për kjo kë- tokë është e zauruar, e grapitur Për kë po thua? edhe është në gjyq. Për kë po Për thua? Zvërnecin, për Edhe tokën një e herë, Zvërnecit. se po kuptoni. Si? Ja pra ta Kysh e bleu ai? Ja, Ai të ta paguaj. shpjegoj unë. Dakord jam. Po ta shpjegoj, unë e shpjegova, po tani do po ta ju shpjegoj dëgjoj. prapë. Jo, këtu s'ke shpjeguar. Ja Mirë. të shikojmë, të dëgjoj. Po ule pak mikrofonin, paktën që se kur thua po të dëgjoj, mba mikrofonin kështu në fakt s'po më dëgjon, po pret vetëm që të më godasësh. Llokoj, jo. Ashtu. Ule mbaj, pastaj ngrihe pra. Edhe herë. Marrëdhëniet juridike dhe marrëdhëniet e pronësisë bazohen mbi letra. Dakord? Ashtu. Shtëpia, më marrim shtëpinë. Ti ke një shtëpi. Po. Ti ke një shtëpi dhe në letra figuron e jotja. Ndërkohë, më falë, se po bëj krahasim. Po, ndërkohë, dy vëllezërit tu, ty të kanë hedhur në gjyq. Se ata pretendojnë që shtëpia është e tyre. Pra, ti thua, këtë shtëpi, kjo shtëpi është e imja, ja ku janë letrat, ky është babai, ky është gjyshi. Ata thonë, babai ty të ka bërë lanet. Ka lidhje me këtë fare. Po si e do t'i lidhim për shumë? Hajde. Lidhja është kështu. Që unë kam titull pronësie. Edhe një herë, e Këtë ke titull një sekond. pronësie është i detyruar. Një sekond, një sekond. Një sekond. Jo, një sekond. Po një sekond, mos zotri. Titullin e pronësisë. Pushteti Një sekond. është Këshilli i Ministrave apo Një sekond. dikush tjetër, Titullin e pushteti. pronësisë, një sekond pra. Gjykata ka tjetër. Prandaj mua duhet ma zgjidhi problemin shteti. Është ai Po më shteti do t'i zgjidhi, po apo më jep është përgjigje. policia, apo i Më jep Sinoni? titullin- Unë nuk dua të vete unë të më bëj jep gjyqje. përgjigje. Titullin e pronësisë. Nuk E është ashtu. Si? po po s'bëjmë dot muhabet atë. Do ta zbatoj shteti, nuk e di unë. Ta zbatoj Berisha, ta zbatoj ai tjetri. Kush ë? Ju s'keni faj. Ju s'keni faj. Nuk është puna fajt. Titullin e pronësisë. Ti po flet pse s'ta vun atëherë në kadastër. Po, Po këtë po më lër pra se s'po më lë të shpjegohem. shteti është O zotri, më lër, Më fal. po tani Të çfarë? sqarojmë, sepse kjo letra që kam unë. Po e kuptoj nuk më. është vetëm te dora ime. Është në komunë, është Edhe një herë në tjetër. parti, Po s'është në kadastër. prefekturë, Po s'është në kadastër. Është në kadastër, të sjell unë. Se kam kërkuar pronësia ime. Kur Ore, nuk e ke, ore. Nga kadastra AMTP-ja. Edhe Sepse jo, ta sjell unë. jo, Ta nuk. sjell unë. O Xhan, të lutem, më lë. Po mi më dakord tash. Jo, Po duhet i vëm një kokë kësaj. po kok pra, po nuk i vëm dot kok nëse nuk më dëgjon. Po jo të brezën gjyqeve tash, kam qenë 2006, bret gjyqeve pagoj para tot. Da atje do bie të përgjigje shteti. Pse të bret gjyqeve? Gjykata po, jam dakord. Gjykata është e veçantë, është pushtet Po veçantë. si atë? Ama atë zgjidhet Pse pushteti. si ta bëj? Si ta bëj? Si? Si? Sepse aty ku ti një sekond. Të gjitha AMTP-t
që janë me të gjitha, me ato projekte topografit, me të gjitha, të regjistrojnë. Ky është zgjidhja më e mirë. Po. Ndërkohë, AMTP-ja jote bie mbi një pronë të regjistruar. Jo, u regjistruan 2006. Po të lutem pra tani po. Edhe një herë tjetër. Bëj kërkesë, më thotë jam i vendosur. Eksakt. Po si është eksakt? More, nuk po të them që nuk është grabitje. Nuk po të them këtë se vendos unë. Po të them, kam një orë që të them, ky është problemi. Ti ke një titull që ti thua, kyt si që ka zotria, si që ka zotria. Po pse s'më lë të flasë më burë tani se që është ky zakon që tani më akuzoni të tërë që unë s'lë njeri të flasi. Unë ju digjoj, ju s'më lë të flasë. Po le tani vëto të flasë. Po është shiko shteti, digjoj. Unë jam rregull. Po me që jam rregull, më lë të flasë. Me që jam rregull, ta them dhe unë fjallën time. Në 2006, edhe njerë, si që të ku... Prandaj, më lërë të ta shpjegoj. Edhe njerë, ti ke një titull pronësie. Bukur. Kushtetus. Duhet tekstuar. Po mirë më kushtetus. E do kushtetus ti? Kushtetus. Dakor. Dhe kush ka shkelur kushtetutën? Kush ka shkelur kushtetutën do përgjigjet. Dakor. Të dalë para gjyqit. Bukur. Po, problemi është që ne kemi zgjedhur një sistem që se çfarë është kushtetuese dhe nuk është kushtetuese nuk e vendos dot partia në pushtet, nuk e vendos dot qeveria, nuk e vendos dot kryeministri. Se unë e kuptoj ku ma hedh ti llafin. Por unë nuk... Po pse s'më lë të flas më? Sepse ligji kur thot, ai që zbaton ligjin është qeveria. Jo, ligji nuk e thot kur këtë. Nuk e thot kur këtë. Atë ligjin. Kush e zbaton ligjin? Unë po të ngurë një hua atje në parcelën time pa leje, mo më marrin më futin brëndë. Po pse s'më lë të flas më burr? Edhe unë të sqarojmë. Po s'kuptojmë, po s'blet flas. Ja prapë. Se nuk duhet ashtu të bëhet debat. Njerëzit në qoftë se nuk zgjidhet ai problem, do marrin çfarë dëret do ngulin për parcelë. Dhe ti çfarë bëj si qeveri? Do të shkulish? Po. Nëse ata një sekond. Po nuk bëhet ky muhabet kështu. Do më lësh të flas tani? Merja mikrofonin të flas unë, do flasin e tjerët, se e morë peng mikrofonin. Më lërë të mbaroj tani, se nuk... Tani ti më thua këtë drejt. Më thua këtë drejt se kjo gjë ka ndonë 2006. Po pse s'më lë të shpjegoj pse unë nuk kam fuqi të ndryshoj gjë në 2006, po këtë fuqi e ka vetëm gjykata. Kjo është që po të them, s'po të them asnjë gjë tjetër. Dhe për sa kohë nuk ke një vendim gjykate të formës prerë që gjithë ky tregimi reflektohet në një titull pronësie që e ka vullosur gjykata, për aq kohë pronari është ai tjetri që e ka me hipotekë. Dhe mbi vendosja, nuk është vetëm se kjo vlen si bisedë për shumë shqiptarë që e kanë këtë hall. Se është bërë çorp shumë e madhe me pronën në vitet 90 sidomos, po edhe më pas. Dhe këtë e dim të tërë, çorp shumë e madhe është bërë. Tani nuk mundet dot gjithsesi që të bllokohet veprimtaria e shtetit derisa të gjendet e vërteta për çdo pronë ku një pjesë mund të jenë vërtet. Një sekond ta mbaroj. Të gjendet fajtori. Të gjendet fajtori e gjen prokuroria, e gjen gjykata. Qeveria nuk ka e ka të ndaluar madje të merret me këtë punë. Kur thua shteti ti mendon shteti jam unë dhe është partia në pushtet dhe është qeveria. Shteti është janë tre palë. Shteti është parlamenti, shteti është qeveria, shteti është pushteti i drejtësisë, është pushtet në veta i komplet. Pushteti i drejtësisë që ka qenë një pushtet vërja emrin si duar, do t'ja vësh kriminal, dakord, kriminal, po ja vëm, në gjithë këto veprimtari kriminale që ka bërë, ai pushtet ka lënë gjurmë mbrapa, ka krijuar titull pronësie. Të shkosh tani ti biesh atyre titull pronësisë, duhet prap t'i kthesh nga ai pushtet, duhet të ta thotë, duhet ta them dot unë. Nuk kemi ne mundësi të fshim në kadastër prona e të vëmë prona, sepse ti thua është fshatari. Patjetër, fshatari ka drejt në vetë të thotë unë kam këtë letrën.
Ama kur letra nuk vjet dot në pronë, aty poshtë del një pronar tjetër, ai pronari që aty poshtë është pronar për sa kohë gjykata nuk i ka dhënë drejt ti tjetrit dhe pastaj hiqet ai tjetri, vjet ky tjetri. Për cilën gjykatë po flas? Edhe një herë, nuk po të them o vllai im, nuk po të them o vllai, unë po të flas o vlla, unë po të flas për gjykatën. Unë po të flas për gjykatën në tani do të bësh mua çfarë gjykatë, unë gati jam. Po do më prishësh punë me Europën. Po mos më fut në sherr me Europën prap. Unë gati jam të bashkohem me ty. Po problemi është që po si ta bëjmë? Po mirë, dakord. Hajde bashkohemi bashkë, ti gjejmë shtëpinë gjykatës tuaj ti tani. Ne ja gjejmë shtëpinë. E po e kapëm ne të dy, bashkë me këtë tjetrin nga mbrapa, gjykatësi nuk ka më asnjë shans. Problemi është, kjo është demokracia. Demokracia është kjo. He po si? Kjo, nëse i hym kështu, pastaj i bie që po kërkoni nga po mi më merr. O sapatatë nxehta më kanë po më rregull po çat them. Po çat them unë shkreti. Unë di këtë, fuqia ime si kryeministër mbaron aty ku fillon fuqia e gjykatës. Më fut mua tani të shajmë gjykatat me gjykatës, se pastaj i bie që në fund të fare, po ndetëm ne këtu duke më marrë me ata, do vinë nga kapi të dyve pastaj. T'ja lëm dikuj tjetër, ka dikush tjetër të thotë diçka, t'ja lëm dikuj tjetër? Përshëndetje, zoti kryeminist. Edhe unë jam pjesë e komunitetit të Yzeqes.